Ne kemi pas shumë paketa, edhe është preferuar shumë Sharm el Sheikh, për shembull, për përfitëri, Dubai. Pastaj ka pas dhe preferenca në Barcelonë, se ka paketa të personalizuara përfitëri në Barcelonë, në Pragë është shumë bukur, në Vjenë. Janë gjithmonë të kërkuara këto të treja. Sa do t'i kushtoj një shqiptare, një familje, ose një personi, që ta bëjmë llogarinë më thjesht, për të bërë vitin e ri jashtë këtë vit? Për shembull në Sharm, që është paketë e gatshme që i ka gjithat përfshira, kushton deri 1200 euro personi. Po është 5 net, all inclusive, dhe nata gala, që është nata Krishtlindje. Në Dubai desha unë t'i ikja këtë fund vit, sa do më kushtoj? Paka shumë me njëta gjë. Dikute 1300-1400 euro personi. Ti Brigena, ku do t'ikësh? Unë s'ka maj shumë leksa ti Flori dhe besoj që në Shqipëri. Okej, shkojmë Vjenë, Pragë. Unë plane po bëjë, nuk është do ikë. Vjena dhe Praga mund t'jetë një opcion i cili ka më pak kosto. Për shembull sa mund shkoj, le të themi një udhëtim i cili të zgjas, qoftë edhe 3-4 ditë për ato ditët e fundvitit. Duke qenë se, domethënë, po ta rezervojmë përpara, ndoshta do ishte më lirë, po ta rezervosh tani besoj 500 euro personi. Që të rezervosh dhe natën gala, tek një restorant të mirë, tek një hotel i mirë, po, që do e festojnë, që të shikosh edhe ato fishek zjarret e me radhë, besoj 500 euro personi.